Shoqata akademike e shqiptarëve për shkencë dhe art ka reaguar ashpër ndaj sjelljes së ministres së arsimit dhe shkencës Vesna Janevska, e cila sipas tyre ka shfaqur mungesë respektin ndaj gjuhës shqipe në komunikimin publik dhe para mediave. Në reagimin e dërguar për mediat, shoqata thekson se sjellje të tilla dëmtojnë frymën e bashkëtesës dhe japin mesazhe të gabuara për gjeneratat e reja. Sjellja e ministres Janevska para gazetarëve dhe opinionit publik në lidhje me përdorimin e gjuhës shqipe në jetën publike është treguesi i gjendjes shpirtërore të njerëzve që duhet të jenë shembull për nxënësit, studentët dhe punëtorët shkencor. Në këtë mënyrë, drejt për së drejti cënohet e drejta ligjore e kryetarit Kasami për përdorimin e gjuhës shqipe. Fatkeqësisht, me sjellje të tilla të mos tolerancës etnike, ne u dërgojmë gjeneratave të reja sinjale konfliktuoze dhe diskriminuese, thuhet në reagim. Shoqata kujton se gjuha nuk është vetëm mjet komunikimi, por identitet, kujtesë dhe shenjë e dinjitetit kolektiv, dhe ndonë se gjuha shqipe ka status zyrtar, në praktik ajo shpesh mbetet vetëm formalisht e pranuar, por jo funksionale. Një shqyrtimi i kujdesshëm i praktikës administrative dhe publike tregon një realitet tjetër: gjuha shqipe shpesh mbetet zgjidhje formale, jo funksionale. Shumë juristë e politikan flasin për zbatimin e ligjit, por rrallë pyesin si zbatohet, ku zbatohet, pse nuk zbatohet njësoj, thekson shoqata, duke shtuar se kjo situatë është pasojë e arkitekturës kushtetuese dhe ligjore, të ndërtuar me qëllim kufizimi, që mban ende gjurmë të politikanëve nacionalistë të periudhës së tranzicionit. Shoqata akademike e shqiptarëve për shkencë dhe art kërkon rikthimin e standardeve të barazisë gjuhësore që ishin garantuar me Kushtetutën e vitit 1974, neni 178 i Kushtetutës së vitit 1974 garantonte çdo kombësie të drejtën për përdorim të lirë të gjuhës dhe zhvillimin e kulturës së saj, bashkë me institucionet përkatëse. Shoqata thekson se çështja e gjuhës dhe sjellja e ministres Janevska nuk janë vetëm problem juridik, por edhe moral, politik dhe kulturor. Inkurajojmë klasën politike shqiptare që në kuvend të hap çështjen e barazisë së vërtet gjuhësore, jo thjesht të reformulojë ligjin ekzistues. Sot vetëm shqiptarët nuk duhet dhe nuk ka arsye të shkruajnë 2 herë të njëjtin tekst, një herë në shqipe, një herë në maqedonisht. Ky është diskriminimi i heshtur, theksohet në reagim.